Përshëndetje të dashur Ersekse dhe Erseksa. Sot do të bëj një temë jashtë radhës së temave të zakonshme pas kërkesave të shumta të publikut. Shkasi kërkesave u bën faturat shumë të kripura të OSSH-s. Pra dritat kanë ardhur shtrenjtë në qytetin ton. Menjëherë do të pres telefonatat dhe ankesat tuaja mbi OSSH-n. Telefonat e parë, alo, përshëndetje. Alo? Po. Atë OSSH-n ku ta kesh, dëgjono? Po pse më, unë e kam OSSH-n, po e ka shteti, gjysmë shteti, gjysmë privat. Pse ka shumë të ka ardhur fatura dritat. Ore, më ka ardhur aq shumë sa më mirë të bëj një hidrocentral privat se sa të paguaj faturat. S'ke që i bën. Nuk duhet quajtur OSSH, po duhet quajtur OTQ. Ke të drejtë vlla dhe unë kështu mendoj ashtu duhet të quhet. Faleminderit, pres ankesat të tjera mbi faturat e dritave. Telefonata tjetër, përshëndetje. Alo? Po? Dëgjoj të keqen nëna. Urdhone ne. I ka ardhur nënës fatura 500.000. Po unë 80.000 kam pensionin, me çfarë ta paguaj unë? Ue, po mirë më mirë të gjithë të tjerëve, po ty pse 500.000 ti plakje e shkreta, çfarë harxhon ti? Shkova pyatra dhe më thanë. Aha. Ke ka shumë korrent se ty të harxhon dhe bilatori. Oh? S'ke që i bën nëne, do t'i paguajmë këto dritat, kështu që mos e ruaj hiqe, kupton, s'ke që i bën. Alo? Alo? Urdhë. Që ke këto muhabete me qimit jo? Po lëni këto edhe i bëj thirrje gjithë qytetarëve të Erseksës dhe Erseksas të organizohemi për protestën e 30 prillit në Tiranë dhe të motivohemi fort për mosbindje civile. Dëgjono. Një sekond, zoti qytetar. Do të bëj një pyetje. A e dini ju se mosbindja civile rrezikon liberalizimin e vizave për shqiptarët? Po miro. Po ky televizioni juaj që nga ballist mo? Ç'ballist më tash. Po më thuaj pak si ka emrin ai pronari televizionit, më thuaj një shpejt. Pronari televizionit tonë ka emrin Fiqo, tani të lutem përgjigju pyetjes. Të fala Fiqos. Faleminderit shoku qytetar. Do të më pres një sekond ankesat sepse do të lidhem me gazetaren time të Prishtinës. Përshëndetje Vali. Sot nuk kam çfarë të them, se erdha me vrapën në punë dhe nuk jam e përgatitur, por do të përshëndes mamin, babin dhe të gjithë ata që më duan dhe i dua, për të Ersekën, Valdete Osmani, Prishtinë. I përshëndes edhe unë Vali, faleminderit. Telefonata tjetër, përshëndetje. Jam sekretarja e OSSH-s. Urdhoni, po, na sqaroni pak si është puna. Pyeta për problemin e faturave tuaja dhe më thanë se në Ersekt vinë më shumë se paguani. Edhe për bathoren, me qenë se ata nuk i paguajnë. Do të fund kemi ne me të paguajmë dhe lekët e bathores. Le të shkoj ose shoja të pres drita bathores. Nuk i presin andej se i pret kallashi. Ndërsa në Ersek sa hap goje njëri dhe janë gopën Ersekës. Ashtu, po faleminderit shumë për këtë ndërë që na bët, shumë faleminderit, zonjë. Faleminderit të dashur teleshikues. Do të doja... Alo, më vini një vau. Mirë, faleminderit, kush jeni? Dëgjoj njëri se kur të veç sot në shtëpi aty në krevatit do t'jo kam lënë syzet e diellit, mi merr një çik se mi ikën drita, si gjeta do t'je. Hajde se ti apun prapa diellit, ti korzo dritash, të lutem shumë. Të lutem shumë. Të nderuar teleshikues. Alo. Urdhë. Ato të qënë ku ta kesh, dëgjono? Ore, ku të jetë ajo OSSH-ja, more vesh, i bashkojmë, të puz vëlla. Faleminderit. Të dashur teleshikues, me këtë kompliment për OSSH-n, mbyllim programin për sot. Faleminderit për vëmendjen nga TV Erseka, natë mirë.